Sot në fakt ne nderojmë figurën e Mirash Ivanaj, fondacionit që mban emrin e tij misionari dhe vizionari të shquar, dhe sigurisht nderojmë punën e mësuesve tanë. Sepse në fakt është momenti ta përmendim se arsimi nuk është thjesht profesion, nuk do të them fjalën mision, por do të them se është një detyrë morale ndaj shoqërisë dhe ndaj të ardhmes. Filozofia në mëson në fakt se njeriu ndihet i lirë në momentin kur ai përdor arsyen. Mësuesi është ai që ndes dritën e arsyes tek çdo nxënës, sepse çdo orë mësimi në fakt është një akt besimi se nisëmja do të jetë më e bukur për çdo nxënës tek i cili ne japim shpirtin. Dhe në fakt sot nderojmë figurën e një misionari të shquar siç është Mirash Ivanaj, u grefyes për arsimin shqiptar. Mirash Ivanaj mendonte se shkolla është vendi ku formohet qytetari i lirë, ai që mendon vetë dhe ai që merr përgjegjësi ndaj shoqërisë, ku ai nesër do të kontribuojë. Dhe unë mendoj në fakt se kjo është një nga ato ide që i reziston kohës dhe nuk vdes asnjëherë. Çmimet që fondacioni ka shpërndar, unë mendoj se nuk janë thjesht çmime individuale, por janë akte një njohjeje në fakt ndaj çdo mësuesi dhe ndaj çdo gjëje që ata bëjnë në klasat tona. Ndonjëherë ky mision mbetet i fshehtë, por ai e ka në fakt veprimin shumë të gjatë, sepse misioni është të formojë karakter, sigurisht ndërgjigje dhe formim të fortë për çdo nxënës. Sepse në fakt mësuesi nuk transmeton vetëm dije, por mësuesi formon karakterin e çdo nxënësi që ka përballë. Dhe sigurisht është ky momenti të ndalemi dhe të falenderojmë të gjithë mësuesit tanë, sepse unë po i rikthehem edhe një herë filozofisë. Filozofia thotë se detyra më e lartë është të mësosh fëmijëve, nxënësve, rrugën se si ta përdorë arsyen. Jam shumë e bindur që çdo mësues e bën këtë në klasën e tij, sepse në fakt kështu mbahet gjallë edhe filozofia e Ivanajt. Ivanaj thoshte se në çdo klasë që mendohet, që mësohet dhe ndërohet për një shoqëri më të mirë, është pikërisht aty laboratori i njerëzve që do ta mbajnë shtetin më vonë. Dhe kur ta përmbyllur, unë do të thosha se arsimi nuk është rruga drejt dijes. Arsimi është rruga drejt lirisë së mendjes. Faleminderit shumë Fondacionit Ivanaj. Kemi të gjithë në njohje në Ministrinë e Arsimit dhe aktivitet të shkëlqyer për ndërrimin e figurave në fakt më të shquar